Marrëveshja e re mbrojtjes mes Pakistanit, Arabisë Saudite dhe Turqisë po hap një kapitull të ri në arkitekturën e sigurisë së lindjes së mesme. E nënshkruar në qytetin e shenjtë të Mekës. Marrëveshja përcakton një parim të fuqishëm. Një sulm ndaj njërit prej tre vendeve do të konsiderohet sulm ndaj të gjithëve. Kjo e afron marrëveshjen me logjikën e nenit 5 të NATO-s dhe jep asaj një peshë të madhe strategjike. Megjithatë, mbetet e paqartë se cilat do të jenë konkretisht detyrimet ushtarake të secilit vend në rast të një konflikti. Rëndësia e paktit qëndron edhe te fakti se ai bashkon tre shtete me kapacitete shumë të ndryshme, por plotësuese. Arabia Saudite ka fuqinë financiare dhe peshën energjetike të gjirit. Turqia ka një industri ushtarake gjithnjë më të avancuar dhe një nga ushtrit më të fuqishme të NATO-s, ndërsa Pakistani sjell një ushtri të madhe dhe me përvojë luftarake, por mbi gjitha fuqinë bërthamore. Pikërisht këtu qëndron një nga aspektet më të rëndësishme të marrëveshjes. Pakistani është i vetmi shtet me shumicë muslimane që zotron armë bërthamore. Për vite me radhë, Islamabadi është përpjekur të ruajë një pozicion relativisht të kujdesshëm në konfliktet e lindjes së mesme, duke vepruar edhe si ndërmjetës mes palëve rivale. Por marrëveshja e Mekës tregon se ky pozicion mund të jetë duke ndryshuar. Duke arrestuar për krah Mohammed bin Selmanit dhe Recep Tayyip Erdoganit, Pakistani po merr një rol më të drejtë për drejtë në arkitekturën rajonale të sigurisë. Koha kur është nënshkruar marrëveshja nuk është e rastësishme. Rendi tradicional i sigurisë në lindjen e mesme, i mbështetur për dekada nga garancitë amerikane, po përballet me presione të mëdha. Konflikti mes Izraelit, SBA-s dhe Iranit ka ndryshuar ekuilibrat rajonal, ndërsa sulmet dhe pasiguria kanë prekur edhe territorin saudit dhe rrugët kryesore tregtare. Ngushtica e Hormuzit dhe deti i Kuq janë bërë pika kritike të përplasjes strategjike. Çdo ndërprerje e transportit përmes tyre prek jo vetëm vendet e rajonit, por edhe ekonominë globale. Për Arabinë Saudite, kjo ka ngritur një pyetje themelore. Sa e besueshme është garancia amerikane e sigurisë? Për këtë arsye, fuqitë e gjirit po kërkojnë gjithnjë më shumë të ndërtojnë mekanizmat e tyre të sigurisë, në vend që të mbështeten vetëm te fuqitë e jashtme. Ish ambasadori pakistanes Asif Durrani e ka cilësuar marrëveshjen si një nga gurët e parë të një arkitekture të re rajonale të sigurisë, ku vendet e rajonit marrin më shumë përgjegjësi për mbrojtjen e tyre. Në këtë kuptim, pakti mund të jetë më shumë se sa një marrëveshje ushtarake. Ai mund të jetë një sinjal se lindja e mesme po kërkon një autonomi më të madhe strategjike. Për Pakistanin, siguria lidhet edhe me ekonominë. Megjithatë, pas dimensionit ushtarak, fshihet edhe një interes tjetër i rëndësishëm: ekonomia. Pakistani përballet me probleme të mëdha financiare dhe ka nevojë për investime, kapital dhe mbështetje energjetike. Për Islamabadin, marrëdhëniet më të ngushta me Arabinë Saudite mund të sjellin investime dhe ndihmë financiare, ndërsa Pakistani mund të ofrojë në këmbim kapacitetet e tij ushtarake. Kjo krijon një lloj shkëmbimi strategjik. Arabia Saudite ofron kapitalin, Turqia teknologjinë dhe Pakistani fuqinë ushtarake. Kjo treshe mund të krijojë një partneritet shumë më të fuqishëm se sa një marrëveshje tradicionale të mbrojtjes. Riyadhi përfiton nga një ushtri e madhe dhe me përvojë. Pakistani përfiton nga investimet dhe lidhjet ekonomike me një nga fuqitë kryesore të gjirit, ndërsa Turqia zgjeron tregjet dhe ndikimin e industrisë së saj të mbrojtjes. Prandaj, për Islamabadin, fuqia ushtarake nuk është më vetëm një instrument strategjik. Ajo mund të shndrohet edhe në aset ekonomik dhe diplomatik. Pakti nuk është pa pasoja. Reagimi i Iranit ka qenë kritik. Teherani e sheh me shqetësim afrimin mes tre vendeve, veçanërisht për shkak të rolit të Pakistanit dhe kapaciteteve të tij bërthamore. Këtu shfaqet dilema më e madhe e Islamabadit. Sa më shumë të përfshihet Pakistani në një arkitekturë sigurie të orientuar drejt gjirit, aq më shumë rrezikon të dëmtojë marrëdhënien e tij me Iranin. Ekspertët flasin për rrezikun e kurthit të përfshirjes, mundësinë që Pakistani të tërhiqet në konflikte që nuk përputhen domosdoshmërisht me interesat e tij kombëtare. Historia tregon se Islamabadi ka qenë i kujdesshëm në këtë drejtim. Në vitin 2015,
Parlamenti pakistanez refuzoi pjesëmarrjen në koalicionin udhëhequr nga Arabia Saudite në luftën e Yemenit, pikërisht për shkak të shqetësimeve politike dhe sektare. Pakistani ka gjithashtu një komunitet të madh shiit. Prandaj, një afrim shumë i fortë me Arabinë Saudite mund të perceptohet brenda vendit si një pozicion anti-iranian dhe të krijojë tensione të reja të brendshme. Apo lind një blok musliman sigurie? Kjo është ndoshta pyetja më e madhe që ngre marrëveshja. A do të mbetet pakti një aleancë mes tre vendeve, apo mund të shndrohet në bërthamën e një mekanizmi më të gjerë të sigurisë për botën muslimane? Disa ish zyrtarë dhe analistë pakistanez kanë sugjeruar se vendet të tjera mund t'i bashkohen në të ardhmen. Nëse kjo ndodh, do të krijojë një strukturë me potencial të jashtëzakonshëm. Kapitali saudit, teknologjia ushtarake turke dhe kapacitetet konvencionale dhe bërthamore të Pakistanit do të kombinoheshin në një platformë të vetme strategjike. Kjo mund të ndryshojë jo vetëm ekuilibrin në lindjen e mesme, por edhe mënyrën se si fuqitë rajonale negociojnë me SBA-n, Izraelin, Iranin dhe njëra tjetrën. Izraeli tashmë po e vëzhgon me shqetësim këtë zhvillim. Për Tel Avivin, një afrim i Turqisë me Pakistanin bërthamor dhe Arabinë Saudite mund të krijojë një realitet të ri strategjik. Pasojat e marrëveshjes nuk kufizon vetëm në lindjen e mesme. Për Pakistanin, partneriteti me Arabinë Saudite dhe Turqinë mund të shërbejë edhe si kundërpesh ndaj Indisë. Riyadhi ka marrëdhënie të fuqishme ekonomike me New Delhin, por marrëveshja e re e vendos Pakistanin në një pozitë më të rëndësishme si partner sigurie për fuqitë e gjirit. Për këtë arsye, analistët indianë po e ndjekin zhvillimin me shqetësim. Kjo do thotë se një marrëveshje e nënshkruar në Mekë mund të ketë pasoja shumë për te gjirit persik. Në fund, rëndësia e paktit të Mekës nuk qëndron vetëm te numri i trupave, avionëve apo armëve që mund të vendosen në terren. Rëndësia e tij qëndron te mesazhi politik. Arabia Saudite, Turqia dhe Pakistani po tregojnë se janë të gatshme të marrin një rol më të madh në përcaktimin e arkitekturës së sigurisë së rajonit. Për Washingtonin, kjo mund të jetë një mundësi për të ndarë më shumë barrën e sigurisë me aleatët rajonal. Për Iranin, është një zhvillim që mendjet veçantë. Për Izraelin, një aleancë që përfshin Turqinë, Arabinë Saudite dhe një fuqi bërthamore si Pakistani, krijon një realitet të ri strategjik, ndërsa për Indin, ai hap një front të ri në rivalitetin me Pakistanin. Por pyetja kryesore mbetet: a është ky vetëm një pakt i ri mbrojtjeje, apo fillimi i krijimit të një arkitekture të re të sigurisë në botën muslimane?